Prishja 2 javë më parë e kompleksit Kamelia Park këtu te Kura Dajlani tashmë ka hapur udhë edhe ndërhyrjes në kolektorin kryesor të mbledhjes së ujrave të zeza e të bardha për zonën e plazhit e të Shkozetit. Pikërisht ndërhyrja mbi kolektor nga subjekti Kamelia Park ka bërë që për vite me radhë zona e Shkozetit dhe e plazhit në Durrës të kishte përmbytje të mëdha dhe prezencë ujë deri në 1 metër çdo sezon dimri. Tashmë ka filluar ndërhyrja nga bordi i kullimit, por edhe nga ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Durrësit. Me urdhë të veçantë, me porosi të veçantë dhe me mbështetjen të ministrisë tonë për kace, por njëkohësisht dhe të pushtetit lokal me prefekturën me bashkinë, vendosëm që të bëjmë këtë ndërhyrje rreth 600 sa metra linar kanal të kolektorit kryesor, ku mendohet që do hiqet rreth 3200 metra kub mbeturina për të hapur dhe për të eliminuar plotësisht, themi plotësisht, pra në masën, mendimi jonë është në masën 50% të nivelit të ujit, të cilët banorët janë në zonë Shkozetit dhe të plazhit mos e kenë problem. Prefekti i Durrësit Roland Xhelili deklaroi se ndërhyrja në këtë kolektor shmang përmbytjet e disa zonave si ajo e plazhit dhe e Shkozetit. Megjithatë, problematika e përmbytjeve sipas tij është në nivel qarku nga Kruja, Fushkruja, Shijaku e deri në Durrës. Me realizimin e kësaj ndërhyrje ne kemi bindje që do të krijojmë një mundësi që përmbytjet të eliminohen, nuk po themi në masën 100%, po të jenë shumë më pak problematike se çka qenë deri sot. Në mbledhjen e radhës së shtabit të emergjencave, njësitë vendore të qarkut të Durrësit duket se kanë ngritur duart për mungesë fondesh, kjo dhe si pasojë e shpenzimeve që janë bërë para 23 qershorit.